Sot e kryva obligimin qytetar, si çdo qytetar i Gostivarit dhe i Republikës Maqedonisë Veriut, mbas një fushate besoj deri diku korrekte dhe intenzive, sot të gjithë duhet ta shfrytëzojmë rastin që ta themi atë si mendojmë për politikat komunale, po edhe për politikat në nivel qendror, sepse këto zgjedhje janë shumë më shumë se sa zgjedhje lokale. Konkretisht në Gostivari dëgjuam projektet dhe programin e të gjithë kandidatëve dhe sot votuam edhe besoj se askush tjetër sikur qytetarët që din të vlerësojnë dhe të japin verdiktin e fundit se kush duhet ta udhëheqë komunën tonë. Përgjithësi në bazë të informatave që i marrim është relativisht mirë, në Gostivar posaçërisht mirë. Vetëm apel deri te qytetarët që dalin sa më masovikisht, realisht në Gostivar s'ka pas një garë, them edhe s'ka një polarizim si çdo herë që ka pasur.